Përshëndetje të gjithë. Ma shumë se një vit nuk jam paraqit këta, se kom kalu një periudhë shumë të vështirë. Jom gjyku e jom akuzu, edhe mbi jem është lëndu shumë në publik. A mos sot jom këtu. Jom këtu me zemër poq, se drejtësia foli, edhe u shpalla i pafajshë. Gjatë kësaj periudhe hupa shumë. E hupa punën, e hupa sponsorat, e hupa YouTube-en, e hupa besimin e shumë njerëzve, po thuj se i hupa krejt. Amo kur nuk e hupa besimin e të vërtetës edhe të familjes të. Sot po du m'ja nis nga e para. Jo për me justifiku, amo për me kallëzu që jeta vazhdon. Edhe kom shumë çka më dhonë. Kom më rikëthy maj fort se kur. Kom më rikëthy me sene familjare, me humor, me motivim, me projekte të reja, me shumë sene tjera. Krejt ato sene që neve dikur na kam bashku bashkë qëto. Edhe nuk po du me huk më këndje. E për juve që më keni mbështet gjatë kësaj periudhe nxorshme në heshtje, faleminderit shumë nga zemra. E për ata që hala dyshojmë, atëherë baba në subscribe edhe këqërne në video të ashme se kush që mëne për një. Edhe më i me thonë që kjo është një kapitull i ri, edhe mirë se vini në rikthimin të. Unë jam Ariston Rustemaj e ky është veç fillim.